shumë. Te ana tjetër dhe tregon që dhe vetë populli i Ukrainës nuk e toleron korrupsionin. Sepse është goxha pa precedent ku një vend është në luftë, ata në verë shkuan, bërën një protestë kur disa nga ligjet që donin të kalonin në parlament do ta ulnin mundësinë e këtyre institucioneve për të adresuar korrupsionin, po thotë që ata e kanë marrë shumë seriozisht dhe mendojnë vetë kjo është teje pozitive që populli i Ukrainës do që ta luftojë korrupsionin dhe do që vendi i tyre të bëhet një vend demokratik, dhe prandaj edhe kjo tregon edhe vullnetin që ata kanë në këtë konflikt edhe me Rusinë. Nëse pas luftës shkohet në zgjedhje, të kuptohet që do të ishin zgjedhje të super monitoruara nga partnerët ndërkombëtar. A mendoni se Zelenski mund të jetë përsëri në pushtet, apo në këndvështrimin tuaj po krijohen kushtet dhe rrethanat për të promovuar një leadership të ri politik në Ukrainë? Tani mua nuk më vjen emri konkretisht në mendje, por një prej bashkëpunëtorëve më të afërt të Zelenskit, ushtarak, ndodhet prej kohësh tashmë në Londër dhe konsiderohet si një nga, le të themi, pretendentët kryesor, personazhet kryesorë që mund të marrin pushtetin, drejtimin politik të vendit. Ai ka treguar deri diku disa sinjale distancimi nga politika, por pa shfaqur hapur kritika ndaj Zelenskit dhe qeverisë së tij për sa kohë vendi është në luftë. Por për te rastit që mora unë mund të ketë plot emra të tjerë. Angelet për të parë, unë mendoj që Zelenski do kandidoj përsëri në rast se do ketë zgjedhje, po ajo mund të jetë edhe pjesë e marrëveshjes që mund të bëhet me paqe, sepse disa të kanë sugjeruar që mbas paqes duhet të ketë një leadership të ri që ta çojë Ukrainën në një fazë tjetër, të jetë që Zelenski e mbaron misionin e tij. Po mendoj për ta avvancuar përpara Ukrainën nuk do ishte keq që Zelenski të vazhdonte edhe një mandat tjetër, por natyrisht nëse populli vet do ta votojë dhe sondazhet e tij janë goxha të larta në Ukrainë, pavarësisht sepse kanë patur këto probleme, po dhe duket që problemi i korrupsionit në Ukrainë nuk është vetëm thjesht qeveria dhe administrata e Zelenskit, po ai ka qenë një problem edhe më përpara dhe është sistematik. Fakti që ata kanë investuar në këto institucione dhe këto institucione po tregojnë rezultate reale, madje edhe në fushë betej, kjo është një shenjë pozitive. Por natyrisht mbas luftës që në Ukrainë do ketë zhvillime të reja dhe rrymë të reja politike, sepse vetë leadershipi do kërkojë që ta çojë Ukrainën në një vend që të jetë përpara dhe duket që ata e kanë goxha afër dhe Bashkimin Evropian. Sepse asnjëherë më përpara nuk është artikuluar që Bashkimi Evropian do të ta bënte Ukrainën antare të saj, dhe tani flitet që 2030 apo 2035 mund të jetë një datë e afërt për Ukrainën, kështu që investimi i gjithë i tyre do bëhet që të bëhet një vend i Bashkimit Evropian dhe do kërkohet që të bëhen reforma të thella brenda mirëqeverisjes, natyrisht nëse do bëhet një vend i Bashkimit Evropian, do të jetë një vend shumë i rëndësishëm për shkak edhe të numrit të popullsisë së tyre, po dhe pozicionit në geopolitik.